Krahina e Drenicës ndodhet ndërmjet qyteteve të mëdha të Kosovës, Prishtinës, Mitrovicës dhe Pejës. Përfshin një territor kodrinor ndërmjet maleve të Polonës në perëndim, të Koloshinit në veri, të Çeçavicës e Goleshit në lindje dhe margmaleve të Bjeshkës së Berishës në jug që vjen deri tek malet e Sharit. Rajoni komunës së Drenasit përfshin pjesën kryesore të Drenicës dhe shtrihet në zonën qendrore të Kosovës. Në pikpamje gjeografike, Drenica shtrihet në mes të rrafshit të Dukllagjinit dhe atij të Kosovës, ndërsa në pikpamje gjeomorfologjike, hapësira e Drenicës ndahet në zonën lindore, qendrore dhe perëndimore. Pjesa lindore përfshin zonën malore kodrinore të saj, ku vendin kryesor e zë mali i Çeçavicës, 1091 metra, që është maja më e lartë e Drenicës. Drenasi, fillimisht duhet them se është i pandashur. Drenica dhe e tërë si kompaktësi territoriale, etnike, madje dallon për gjitha regioneve tjera të Republikës Kosovës, sepse vazhdimisht gjatë historisë ka qenë mbi 90% e banuar me shqiptarë. Ka një relef mjaft interesant rrethohet kamalet ose të kufi natyrali ka. Megjithatë mund të them për Drenasin, sepse 150 fshatra janë drenistër, Drenasi ka një 42 vend banime, që është një pjesë e madhe e Drenicës, sepse Drenica kryesisht shtrihen dy komuna, në Drenas dhe Skënderaj, ndërsa në komunat e tjera ka më pak fshatra siç është Shtimja, Libjani, pastaj Suareka, Malisheva, ka 3 fshatra edhe Vushitërna, dhe kjo është e tëra, do thotë mbi 70% territori i Drenicës i përket dy komunave Drenasit dhe Skënderaj, ndërsa pjesa tjetër është e këtyre komunave që thash. Komuna e Drenasit ka një sipërfaqe prej 290 km². Kushtet relativisht të mira të rajonit të Drenicës ka qenë faktor përcaktues për banimin e këtij rajoni që në periudhat prehistorike e deri në mesjet. Komuna e Drenasit ndodhet në qendër të territorit të Kosovës dhe së bashku me komunën e Skënderajit dhe fshatrat e disa komunat të tjera përbëjnë rajonin e Drenicës dhe ndodhen në mes të dy rrafshit të Kosovës dhe rrafshit të Dukllagjinit. Fulimtimet e para arkeologjike këtu janë bërë edhe para vitit 2000 edhe pas këtij viti, por rezultatet e cilat janë botuar te harta arkeologjike vëllimi i dytë, në kohë se kanë nxjerrë shumë rezultatet ose dana të mëdha për shkak se numërojnë vetëm tipon të 35 banim lokalitete në këtë rast arkeologjike dhe në bazë të toponime nga ana tjetër ne e kuptojmë që kanë ekzistuar në fakt lokalitete arkeologjike duke përfshirë nga periudha neolitike deri te mesjeta në vazhdimsi, por nëse marrim një krahasim me komunën e Skënderajit, thanat ose për shkak të lëmtimeve të pakta, lokalitetet janë në numër janë më të pakta. Po nisim me periudhën ose me një gërmim i bërë në vitin 1985, gërmim i cili është bërë në shpellën e Nekocit, dhe të dhënat arkeologjike nga ky gërmim kanë konstatuar se shpella ka qenë e banuar qysh në periudhën e neolitit të vonë dhe në fazën pasuese të saj periudha e neolitike, por në bazë të disa fragmenteve qeramikës aty mund të kuptojmë se ka njerëzit kanë jetuar edhe në periudhën e neolitit të hershëm dhe të këto periudha lidhen në fazat e kulturës së runikut ose starqevës dhe faza e Vinqës dhe Fafosit, të cilat i takojnë kulturës së Ballkanit qendror. Të dhënat e tjera për periudhat neolitike në fakt nuk kemi, përveç se kësaj shpelle, ndodhet edhe një shpellë në fshatin Kishnarek, në bazë të hulumtimeve, në fakt survejimeve që janë bërë para vitit 2012, është konstatuar se nuk ka pas zhurmë arkeologjike, por nëse flet me banorët aty të cilët edhe kanë lozur brenda përmenda shpellës me të mëshimet e banorëve, ata e pohojnë se aty kanë gjetur fragmente qeramikës që lënë me dëshmuar se edhe shpella e Kishnarekës ka qenë e banuar gjatë periudhave parahistorike. Periudhat e tjera që janë të dëshmuara në komunën e Drenasit i takojnë periudhës së bronzit të vonë dhe gjenden kryesisht në zonat kodrinore. Këtu i kemi të vendosura në gradinën e Vuçafut, gradinën e Llaposhniput,
në gradinën e Qikatovës së vjetër, Çukën e Gotancit dhe në Kalan e Vërbocit që ndodhet në 2 kodra, e vendosur në 2 kodra. Në këto kodra po ashtu janë i gjejmë edhe të banueshme edhe në periudhën e hekurit të hershëm dhe kronologjikisht lidhen me dyndjet e gjeane që kanë ardhur nga pjesa veriore e Ballkanit dhe kanë domethënë këto dyndje kanë depërtuar nëpër Iliri dhe kanë shkaktuar domethënë trazira ose kanë bërë dame nëpër pjesën e Ballkanit dhe detyrimisht banorët vendas janë detyruar të vendosen në këto pika strategjike, sikurse i gjejmë edhe në pjesë të territorit, në pjesë të ndryshme të territorit të Kosovës, po këto janë 5 për këtyre këshillave që i gjejmë i gjurmët e këtyre vendbanimeve. Ndërsa vendbanimet nuk kemi dëshmi të më vonshme, domethënë kanë një hiatus të periudha e hekurit të hershëm, përveç se në pjesën ku ndodhet katedralja katolike në Laposhnik ndodhet edhe një dum, e cila dum bart me vete varret e individëve ose dardanëve që kanë jetuar në pjesën ose në themi më mirë në gradinën e Vuçakut. Në këtë komunë gjenden edhe dëshmi të periudhës romake dhe antikitetit të vonë. Gradina e Vuçakut gjendet e vendosur në 2 maja kreshta shkëmbore, Gradina e Madhe dhe Gradina e Vogël, në rrethinën veriore të fshatit Vuçak dhe në perëndim të vargmalit të Kozmaqit. Pjesa e brendshme përfaqëson një kishë paleokristiane me dimensione 17.5 me 13 metra. Sipas të dhënave të dala nga ulumtimet arkeologjike, kalaja i takon shekullit 6 dhe sipas të gjitha gjasave ndërlidhet me ndërtimet e perandorit Justinian që janë realizuar në këtë hapësirë. Këto vendbanime janë kryesisht vendbanime që janë marrë me bujqësi dhe blegtori, sepse i gjejmë në zonat ku toka është pjellore dhe afër shpatijeve, afër maleve, në këtë rast që kanë shfryzuar dhe tokën, po edhe malin dhe përmes tyre të mirat materiale që ata kanë përfituar prej bujqësisë dhe blegtorisë i kanë dërguar për shitje nëpër qytetet e vëlla si Ulpiana, municipiumi Dede dhe qytetet më të mëdha Nishi, Shkupi e të tjerë. Lokalitetet e tjera që na vijnë më radhë janë pas periudhës romake i kemi në periudhën e antikitetit të vonë dhe pikërisht me ndarjen e perandorisë romake në 2 pjesë 395 dhe me ardhen e pushtetit të Justinianit në vitin 527, fillojnë disa dyndje që në literaturën e njohim si dyndjet barbare dhe nervonato-slave që na kanë ardhur përmes fragmenteve historike që këto dyndje kanë bërë shkatërime dhe shkretime të territoreve ilire dhe popullsia vendase për këtë arsye vendoset ose mbartet në kodra dhe aty krijon vendbanimet ose këshillat për mbrojtje nga këto dyndje. Këtë na e thot edhe Prokopi Cesares, i cili ka qenë historian shkruesi i perandorit Justinian, edhe në veprën e tij mbi ndërtimet na jep diku në Dardanite 69 këshilla, 61 prej tyre thotë që janë rindërtu, edhe në komunën Drënasit ne këto këshilla i gjejmë, domethënë murët janë dëshmi e kësaj periudhe, i kemi në gradinën e Vuçakut një kështjellë e cila vitet e fundit ka filluar të gërmohet arkeologjikisht dhe e cila është po ashtu ka filluar dhe të konservohet dhe brenda kësaj kështjellën e kemi edhe kishën paleokristiane e shekullit 4-6, sepse siç e dim me ediktin e Milanit të vitit 313 popullsia në Dardani dhe në përgjithësisht në perandori Konstantin e legalizon krishtërimin dhe krishtërimi praktikohet të lirshëm, domethënë pa përndjekje, por të dhënat neve na dhënë historike dhe ato arkeologjike na kanë japë se në kohën apostolike në Dardani dhe në Iliri ne kemi marrë krishterizmin, domethënë kemi përqafuar qysh herët, sepse këto të dhëna na vijnë edhe nga Shëmpani, i cili në një tekst aty në një letër dërguar konsujve në Rom, thotë se nga Jerusalemi shpërndava krishtërimin deri në Iliri. Kjo i bën që ne
edhe kjo kishë dhe të tjerat, nëse qoftë se lidhen në aspektin historik, i bie që ne krishterimin i kemi përqafuar qysheret edhe para legalizimit në vitin 313. Në pjesën lindore të gradinës së Vuçakut gjendet gradina e Llapuzhnikut, që po ashtu i takon antikitetit të vonë. Sikurse edhe pjesët tjera të Dardanis, edhe regioni Drenasit, gjatë mesjetës u gjend përballë sulmeve dhe pushtimeve të ndryshme bullgare, bizantine dhe atyre nemanjite të Rashës. Pikërisht në këtë kohë, në shekullin e 13, i kemi edhe njoftimet e para të dokumentuara mbi trevën e Drenicës, e cila në këtë kohë njihet edhe si Krahinca apo Zhupa e Dëshkovinës. Në pushtimin dhe vendosin e administratës osmane, ky territor ka qenë regjistruar në defteret e sangjaqeve të Shkodrës, Prizrenit dhe Dugagjinit. Në 2 dekadet e fundit të shekullit e 14, paraqitet familja e Brankoviqeve e Vuk Brankoviqit. Komuna e Drenasit, po sikurse edhe komunat e tjera, në periudhën mesjetare ka dhëna më të pakta dhe këto të dhëna, sikurse në komunat e tjera, kryesisht na vijnë përmes arkeologjike, na vijnë përmes varrezave, të cilat i kemi kudo të shpërndara. Kjo na lën të kuptojmë se këtu popullsia ka jetuar dhe është varrosur këtu, edhe pse vendbanimet nuk në një pjesë të madhe nuk i gjejmë për shkak të aktiviteteve të vazhdueshme bujqësore, por nga ana tjetër edhe objektet fetare, siç janë kishat, sepse në çdo fshat ne kemi toponime të ndryshme të kisha, uva e kishës, kodra e kishës, kroni i kishës, të kisha, po në këtë rast ka edhe gjurmë të kisha për shumë që janë rujt në fshatin Krejkov, në fshatin Arlat, Dobrashec, në Fushësis dhe Korotic, edhe në këtë rast isha ndalë edhe kisha folë për një manastir, i cili edhe pse nuk ruan gjurmë të arkeologjike ose dhona të tjera, kemi të dhona historike në dokumentet të shkruara, në një dokument i cili na vjen në vitin 1365, ku përmendet ky manastir, i cili përmendet se Vuk Brankoviq, i cili ka qenë edhe një sundimtar ose mas pushtimit ka qenë sundimtar i territorit Kosovës, këtë manastir adhuron Hilandarit. I njëjti manastir do të përmendet edhe gjatë viteve 1477-78 në periudhë pas pushtimit osman, i cili përmendet në defteret katastrale të Sançaukut të Vushtrës. Ka plot dëshmi lashtësie të popullit autokton Dardan në Drenicën Dardane. Flas se në territorin e komunës Drenasit kemi qytetin e Gradinës, pastaj të Vërbosit, pastaj tash Fortesa, pastaj të fshatit Nën Kalasi, Vuçak atje, Flamoras. Janë disa elemente që flasin që vërtet ka pas një civilizim para romak dhe romak. Mirë po përpjekjet për deportimin slav në këtë pjesë të Dardanis nuk kanë qenë suksesshme deri në shifrin 19-12, do thotë atëherë hetohet deportimi i slavëve në kohën e Stefan Nemanjes. Madje mund të themi me kompetencë se ardhja e turqëve shënon me betejën e Kosovës vitin 1389, ku përleshen ushtrit balkanike, Aleanca Balkanike, bashkë me Perëndërinë Osmane, se në shveshen nga thojnë turke, ajo që janë prandaj shumë komshë osmane, dhe deportimi në Drenis ka qenë më nga dalëshuesin treva tjera. Mund të them ndoshta për shkak të konfiguracionit të terrenit, sepse Drenica ndodhet në mes të Kosovës në aspektin gjeostrategjik. Pastaj vetë një konsul serb i cili ka qenë në vitin 12, pra do thotë mas kongresit të Berlinit, për kundër faktit se Serbia u shtet, Kosova nuk ka qenë pjesë e Serbisë në atë kohë. Sepse vetë fakti që ka pas konsul serb në Prishtinë i jep e kuptu se ka qenë jashtë qeverisjes serbe. Nuk që thotë se kur flet i ka dy vepra për Kosovën, thotë se sa kanë shku të agramnesit me të vullë të asët në Drenis, kanë thonë ne se 500 vjetës këmë njoftë, po shtetë dhe asë nuk dojnë të njohën. Rezistenca turke në taj prandërisë Osmanë ka qenë shumë e madhe në Drenis.
Për këthen të shmohën, sidomos përveç fakteve dhe argumenteve të shkruara, edhe në tërësia popullore që shumë e pasur në Drenisë, Drenisa është e pushkës, e urtisë, e benës, edhe e këngës, sepse ka pas edhe një kriteri të veçantë letrare që Anton Qeta e ka grumbullur këtë pjesë, pastaj ka pas shkrimtarët e njohur, siç është Rifat Kuge, Mershan Ndir, Adem Gashi, shumë shkrimtarët e tjerë të njohur, dhe ka pas prisnar, njerëz të urtë, siç ka qenë Xhemaj Lobria, pastaj Tahir Berisha, dhe shumë të tjerë që kanë plishruar në atë kohë dhe kanë dhënë drejtësinë, natyrisht me normat kanonore. Gjatë kohës së perandorisë osmane, pronar të shumicës së trokave të Drenicës ishin begollët e Pejës. Atëherë mund të themi se edhe depërtimi i fesë në Drenicë, shumë njerëz kam gjetë dokument që nga fshatrat që janë pak me fushgropën e Drenicës janë shpërngulur në fshatra malore për t'i kasi mendoj depërtimit, konvertimit fetar. Me vështirësi ka të vërtu edhe konvertimin këtë pjesë të Kosovës. Se ka pas rezistencë anti-osmane, kulmon me lëvizjen shqiptare të Prizren, që ka plot këngë folklorike që flasin për shqiptarët të cilët edhe me armë kanë debuar kur kanë ardhur Tagramlesit, kur kanë ardhur ushtria, pastaj pjesëmarrja e njerëzve nga kjo trevë në luftën e Grykës së Sarajevës dhe Turqve, përpjekjet për shërim pranija e Hasan Prishtinës, pastaj Hizbulletinit në këto treva dhe unëzimi i luftës armatosur shënohet në analet e historisë dhe mund të them se Drenica shquhet për rezistencë, kryengritje dhe revozim të përbërisë vazhdimisht edhe ndonse ishte shumë shekullore. Po, perandoria osmane në mes të tjerash, jo vetëm popullatës së Drenasit dhe Drenisës, por përgjithsisht popullatës shqiptare, i ka poshtë dhe i ka hyrë në hak mos lejimin e alfabetit gjuhës shqipe. Mos përdorimin shkollim ka pas shkolla itadie dhe rëndije, nivelet fillore dhe të mesëm, por në gjuhën turke, arabe dhe në gjuhën të tjera të lindjes, por jo në gjuhën shqipe. Është arsitu fakti se, kam thënë, nuk ju duhen ju shkronjët e kahurët, i keni shkronjët e Zotit për shkronjën të arabëve. Dhe mos arsimimi i njerëzve i ka detyruar një pjesë të elitës të atëhershme të merr mërgimin, shkon në Stamboll dhe në vendet tjera ku kanë gjetë shkollim dhe të përtim të arsimimit. Kurse këtu faktikisht përkundër kësaj kullat shqiptare, kullat e Drenisës ishin vend universitete faktike për shqiptarët, sepse aty merrnin përmes folklorit, përmes njerëzve të urtë, ballë gjakut, merrnin ushqimin shpirtëror përmes këngëve të nëna të filluar nga djepi dhe formsohen aspektin mëdhetar. Gjatë luftës së parë botërore, fillimisht për rreth 1 vit, ishte mbushur për plot me forca ushtarake serbe, të cilat tërhiqeshin drejt Shqipërisë për të vazhduar me tutje deri në Konfuz. Pas okupimit të territoreve nga ana e Austro-Hungarisë, Gjermanisë dhe Bullgarisë, si aleat në luftën e parë botërore, u bë ndarja e territoreve të okupuara. Drenasi ishte i ndarë në 2 zona. Ndërsa në vitin 1915 ka ndodhur okupimi i Kosovës përgjithsisht nga Austro-Hungaria dhe nga Bullgaria. Në pjesën e Drenasit, që është pjesa veriore e Drenasit, ka qenë si pushtues Austro-Hungaria dhe ata kanë pak më lehtë, sepse përkundër faktit që ishte ndaluar arsimi edhe në gjuhën shqipe dhe gjatë kohës së saj Serbisë së parë, siç i thotë populli vitit 12-15, në këtë kohë Azem Bejta, pastaj Berem Curri, Hasan Prishtina kishin sjell tekste bashkë me marrëveshje me perandorin austro-hungareze, tekste nga Austria dhe programe shkollore gjuhën shqipe, dhe në ato pjesë ka pas edhe shkolla shqipe që kanë funksionuar. Pra, kjo për çdo pushtues përveç liga ka dhe do një të mirë që duhet me përmend. Tjetër, mund të them se kjo pjesa tjetër që ka qenë pjesa jugore e Drenasit, ka qenë nën pushtimin bulgar.
Bullgarët kanë qenë më tashmë, sepse ato vite kanë qenë vite urije për shtetin bullgar dhe ata kanë ardhur me rrëby me marrë dritrat e njerëzve këtu dhe njën si vite teorisë. Edhe në Kosovë, për shkak se si sot fullë u kanë shinë mangjër dhe u kanë rëmbyrë atë tropë ushqimë që e kishin për viti. Në këtë kohë ishtë ndarja e kësaj të rive të renasit, por me Jugosllavinë e Versajs, vitin 1918, pra Jugosllavia atëherë u bën në mbretëri e tre popujve, serbë, kroatë dhe slovenë. Dhe una në Kosovë ishte më theksuar se çdo populli shqiptar ishte i privuar nga drejta kombëtare, nga drejta dhe lirit elementare, nga drejta shkollimit, dhe shkollë kishte në gjuhën sërbe, ato ku kishte sërb, siç ka ndodhur shkollë ka pas ndërtparat në Dobrashels, ka pas në Drenas, qendrë Drenasit, dhe në Komaran të 3 shkollat të njohura dhe asaj kohët, vitë 27-28, por fëmijët që kanë shkuar këtë shkollë janë detyruar që të shkojnë në gjuhën sërbe. Edhe vllai ka komunikuar në gjuhën sërbe, nuk ka pas të drejtë të flasë në gjuhën anëtare në shkollë. Drenasin këtë kohë për të rezistuar ripushtimit sërb, lëvizja Kaçaki kishte përtuar edhe në fshatrat e komunës së Drenasit dhe Azem Bejta kishte në çdo fshat po thuaj nisitet e tij Kaçaki, me të cilat ishte në balë të rezistencës dhe kërku nuk ndiheshin gjandarmeria sërbe të sigurt për televizor në Arbërinë e vogël, si quhet regioni i Drenisës në atë kohë. Dhe të gjitha këtu më vonë kanë bërë që ky popull vazhdimisht në çdo periudhë, në çdo rrethanë historike të jetë në krye të mbrojtjes së vendit të tij. Për këtë ka ndodhur edhe fakti se historikisht ka pas qëndresë, por duke parë këtë qëndresë, duke parë këtë rezistencë, pushteti sërb kishte bën elaborate për çfarësin e popullit këtu. Kryesisht kishte bën në reformën agrare për kolonizimin e Kosovës. Prej vitit 1918 deri në vitin 1939, në të gjitha fshatrat e Drenasit janë sjellë sërb me qëllim të kolonizimit të Kosovës. Milorad Obradović është një shkencëtar sërb i cili e ndryshon dhe e nxjerr regjistrin e gjithë të ardhurve kryesisht nga Bosna, Vojvodina, Serbia për kolonizimin e Kosovës. Këta deri në ardhin e okupimit fashist dhe nazist gjerman kanë qëndruar dhe kanë pas privilegje të caktuara, janë vendosur në pronat e shqiptarëve, në pronat e shtetit dhe kanë qeverisë me shqiptarët. Pra, ka qenë një lloj jo që kanë ardhur kolonist, faktikisht, po ata kanë kolonizuar Kosovën dhe me Kosovën është vepru si kurse me gjitha koloni që kanë vepru bile edhe më ashpër fuqitë e mëdha botërore. Mes viteve 1912-1921, në Kosovë janë vendosur mes 60.000 deri në 65.000 kolon. Më shumë se 90% e numrit të përgjithshëm të kolonëve e përbënin serbët nga vendet të ndryshme të Jugosllavisë. Krahas kolonizimit serb të Kosovës ka vazhduar edhe procesi i dëbimit të shqiptarëve nga Kosova, si dhe reforma agrare. Qëllimi i reformës agrare ishte likuidimi i lidhjeve feudale dhe krijimi e kushteve për zhvillim e kapitalizim, ndërsa kolonizimi kishte synim ndrimin e hartës demografike të Kosovës në dobi të serbëve. Kjo reformë agrare kishte edhe aspektin etnofetar, pasi që pronat e ish pronarëve shqiptar kryesisht kaluan në duart e malazezëve dhe serbëve ortodoks. Kështu që gjatë reformës agrare, shqiptarët ka qenë në një pozitë mjaft të vështirë dhe të rëndë. Megjithatë, rezistenca nuk ka munguar. Por duhet theksuar se ardhja e pushtuzve fashist dhe nazist është konsideruar në Kosovë si çlirim. Pse? Për arsye se italianët dhe gjermanët pra konsideroheshin se kishin shlijetar për arsye se lingun shkolla që në Shqipe lejuan shtrihjen e pushtetit dhe administratën që në Shqipe, pastaj lejuan sigurisht kombëtare dhe erdhi dhe një rigjendje thoi se ato e thanë e shqiptarëve ka asuar për pushtimin e Eidot Flau sërbë që ishte. Kjo është periudhë që në shkollat e Drenasit kishte plot mësues që kishin sjellë Ernest Kuriçi nga Shqipëria së Ministrisë e Arsimit dhe kishin ndihmuar sepse para hapjes së shkollave shqipe, Arroa ka qenë një rrjet i mësuar në Drenasit për sjellje e librave, kishte shkollarë që cilët ishin vinikë të drejtën Gjakovë e tjera, kishin kontakt me komunitetin shqiptar në shkollët simnapeçare dhe shpërtanin
Pra fshehllazi sepse ishte e dënshme shpërndarja e armiqtarëve të gjuhës shqipe. Me qëllim të përfshirjes së popullsisë shqiptare në luftën antifashiste u organizu kjo mbledhje. Në këtë mbledhje morën pjesë delegatë të gjitha viseve shqiptare dhe të gjitha rrymave të kohës. Kështu përveç përfaqësuesit e Partisë Komuniste të Jugosllavisë, gjithsesi të Komitetit Krajnor të Partisë Komuniste për Kosovë Rafshë të Dugaxhinit, që morën pjesë edhe përfaqësues të aradhave dhe brigadave partizane të cilat ishin amerikanë të Jugosllavisë në këtë kohë. Morën pjesë edhe përfaqësuesit e rinisë, edhe përfaqësuesit e grave të Kosovës dhe rrymat nacionale dhe rrymat tjera nacionaliste që ishin për luftë kundër fashizmit. Prej 29 delegatëve sa morën pjesë në konferencën e Bujonit, 23 ishin shqiptar, por kishte serbe malezez. Është me rëndësi të ceket se në konferencën e Bujonit ka marrë pjesë edhe Pavle Jovićevići, sekretari i Komitetit Krajnor për Kosovë Rafshë të Dugaxhinit, Partisë Komuniste të Jugosllavisë për Kosovë Rafshë të Dugaxhinit. Edhe vendimet e konferencës Bujonit janë nënshkruar nga të gjithë pjesëmarrësit, edhe nga përfaqësuesit serbë. Ali Shukria edhe Milan Zeçari, për shkak se ka qenë pozicione të luftës dhe atë kohë, nuk kanë mund me mërrin pjesë, por i kanë që letër konferencës së Bujonit se ne i pranojmë të gjitha vendimet e konferencës, edhe ashtu është, edhe ata bile kanë qenë edhe antar të kryesisë së konferencës. Kryetari i konferencës së Bujonit ka qenë Mehmet Hoxha, kurse nën kryetar ka qenë Rifat Berisha. Lufta e Drenicës, e karakterizuar si luftë për shtjerim kombëtar, bëri një kthes të madhe dhe ndryshoi kursin e lëvizjes son kombëtare, duke qenë sfiduese për poshtuesin serb, i cili popullsisë së zonës së Drenicës i shkaktoi shumë vuajtje, burgime e keqtrajtime me metodat më makabre që ushtroi presion për kolonizimin e sllavizimin e saj. Në fund të vitit 1944, dhuna e terrori ushtruar në Drenicë nga pushteti ushtarak serb njihen si masakrat më njerëzore të asaj periudhe. Por pavarësisht kësaj, i terrori që u bën në fratat e Drenicës ku shkartuan vetëm në një fshat të komunës së Drenosit, Trsteniku, vetëm aty u shkartuar mbi 50 lejt. Brenda një nate, 30 janari 1945. For, si është trajtuar kjo pjesë e historisë kaq të rëndësishme në përfundim të luftës së dytë botërore në Drenicë? Në kohën e sistemit komunist ka qenë në atemuar, është quajtur revolt revolucionare. Edhe tani përdoret për të tema të ndryshme si revolt, lëvizje, kryemngritje, rezistencë. Unë nuk mendoj që është e njëjta përdoret këto, sikurse në historinë e filozofisë nuk është e njëjta sikurse tradhtor apo i tradhtuar, lajthec apo i lajthitur, kushtëzues apo i kushtëzuar. Andaj, kjo pjesë e historisë duhet të quhet me emrin e vërtetë të saj, lufta e Drenicës. Dhe jo emërtimet të tjera. Lufta e Drenicës nuk kishte asgjë nëngurt. Lufta e vlorës së vitit 1920 që ka marrë një emërtim të tillë si lufta e Vlorës. Pra në Drenicë nuk u pranoi ushtimi. Në Drenicë shohan lufta për 6 javë, pra në acarin e timit të 45-ës qendrori dhe forcave qetnike komuniste të përzije bashkë qetnik dhe komunist u hap pushkën. Ishte një luftë e ashpër, një luftë e cila u pagua shtrenge në shqiptarët, sepse pas të fundimit të saj ishin mobilizuar shënqëmeja për t'i dërguar në hautet e tjera, por i dërguar dhe dini se përfundon me 4.000 vetë të vrarë pjevar. Shumica në qenë nga Gjetri e Bladernasi, sepse edhe Shamar Pulufshat, edhe Mehmet Hadisa, edhe gjithë të tharët, pa të shuar gjëzim dhe tjerë, ishin nga Gjetri e Bladernasi. Pra, këtu kanë lënë brez në histori edhe në histori qëndromtare, sepse jutët për nga konfiguracionës në zemën në aspektin periferal dhe gjeografi, por është edhe zemën qëndrejse së vazhdueshme dhe një banore në pashquar lidhje dashës në aspektin e disiplinit dhe lirisë.
Edhe gjatë luftës së fundit, forcat serbe bën masakra të mëdha në të gjitha fshatrat e Drenasit. Ndër më të rëndat është ajo e 17 prillit të vitit 1999 në Poklek, ku forcat barbare serbe masakruan dhe dogjën 2 herë trupat e 54 personave, pastaj në Shtutic e shumë fshatra tjera ku u vranë shumë burra, gra e fëmijë.